بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد والقبول اللهم آمين. Falënderimet dhe lavdërimet së Zoti takojnë Allahut xhaleshonu, krijuesit, furnizuesit, mbikëqyrësit të gjithësisë. Posja dhe mëshira e Allahut të Madhreshëm qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur dhe ndjekun në rrugën e Allahut xhaleshonu deri në ditën e gjykimit. Pas falënderimit të Allahut xhaleshonu, ju falenderojmë gjithë juve që keni gjetur kohë dhe më marr pjesë, e sidomos xhallarët të cilët na kanë nderuar me ardhen e tyre. Sa na kanë nderuar çaq edhe na më thon ka pak edhe na kanë ranuar se për t'ju falë dikujna që na pyetën e kena mësuar dhe e dinë edhe më mirë se unë këtë temë, po t'ja tregon për edukatën e tyre, për respektin e tyre, për modestinë e tyre dhe ardhja e tyre flet më shumë se sa fjalët e mia. Allahu xhaleshonu ju shpërblet tek kryetaret e krimumit të gjithë, të xhallat të gjithë juve që keni ndarë kohë për në orë sonte së bashku, më takum këtë bashkë të xhenetit, këtë kopë xhenetit, siç ka thonë pejgamberi alayhis salam, idha marartum bi riyadil janna fartau. Ju ta shohët vet, kur kaloni pranë kopshte të xhenetit, ulni pushonin tu, çetsoni, rahatoni, nashin tu. Ata i thanë, wa ma riyadul janna ya rasulullah, kush janë kopshtet e xhenetit o i dërguari i Allahut? Pejgamberi alayhis salam tha hela qudek. Tu mezliset e dhikrit, që është Jesusit, inshallah Allahu xhaleshonu çish na ka bashkuar këtë bashkë të xhenetit, këtu na bashkon edhe në xhenetin e përhershëm kur dalim para Allahu xhaleshonu. Siç e dini, tema jonë e sontit është cili është misioni ynë në këtë botë. Cili është misioni ynë në këtë botë? Fillimisht, çfarë është fjala mision? Çka i bën mision? Shpesh herë e keni pa që këtë fjalë na i dinë edhe e kuptojnë. Po më thon dikush çfarë mision thonë? Mision, dihet ajo punë. Nuk dina nashta edhe me definua edhe pse nuk prish punë, po për me pas më qartë, unë gjatë përgatitjes time se u lëmtuva edhe në fjalor se çka mision, edhe na u përshtat ke shumë me këto çka veç kena me thonë. Mision do me thonë detyrë e përkohshme me përgjegjësi që i ngarkohet dikujt për ta kryer. Detyrë e përkohshme me përgjegjësi që i ngarkohet dikujt për ta kryer. Pra, cilla është ajo detyrë që na ka ngarkuar neve e përkohshme, po që në fundit s'ka me thonë ndosha e kry, ndosha se kry, në fundit ka përgjegjësi. Ka ngarkuar dikush për një kohë caktuar, në detyrë caktuar, në fund kimë dhon përgjegjësi, normal nëse ke kry për shpërblimin, ndërsa nëse se ke kry, ata që dështojnë mision normal që nuk shpërblehen, dihet. Sot pra do të flasim për këtë temë, cili është misioni ynë në këtë botë. Jo cilat janë qëllimet, se cilë kemë qëllime, synime në jetë, me bon ashta formimin një familje, do shtëpia, do plot se cilë mundu me pas ndryshme mirë, po kjo është misioni i cili na i përbashkët për gjithë neve. Pyetje që natyrshëm i sillen njeriu në përkok, se cilët njeri normal, është se ka marrë, për çka ka marrë, ka me shku për këtë jetë. Që shka thonë Shekh Zidoni, Allah më shëroft, ka thonë, sikur të kish gjetë një njeri, veten, në një qytet të panjohur, ose në një shkretir, pa dëshirën e vetë, vesh kur e po veten në një qytet që s'pe një heq. Pyetja e parë që i dashur më sill men atij kush më solli mua këto. Unë vetë sella dikush më pruni. Kush është ai? Pyetja e dytë, për çka? Kush më pruni? Tani pyetja e dytë, për çka? Cilët e ka misioni jam? Pyetja e tretë, çka pas misionit? Edhe nëse bën vesh me thonë suksesshëm mision, mirë për vil, misionet edhe migra, punës për çka i na ardh. Edhe në këtë botë çashtu kemi ardh, pa dëshirën tonë s'ka ka vetë kush. Vesh kur e kena po veten këtë botë, fillim as kena marrë vesh sen, mas një kur e kena marrë vesh ku jem, edhe kur i na rrit, po cili është kush na solli, për çka na solli, ka pas kushit, e kështu me radhë. Kjo është e natyrshme. Jo e natyrshme, do të ishte e kundërta, të cilën e përshkruan shkrimtari dhe mendimtari egjiptian Dr. Mustafa Mahmudi,
Allahu mëshiroft edhe ato i cili thot e përshkruan me dhimbje gjendjen e disa njerëzve. Thot i përëndon dielli i ymrit dikujna për njerëzve, pa e pyet veten njëherë pse unë jam këtu. I bën 60 vjetë, 70 vjetë, i përfundon jeta krejt domethënë, edhe kur si shkoj menja, unë çto për çka, cili roli jam këtu, cili është misioni jam këtë botë. Kush për përshkruan këtë fjalë, kush për thot, një njeri që ka kallëzu për veten si ka kalu një 30 vjet në dyshime, në pyetje, anë kënej deri ka ardhur te aja që deri te udhëzimi i Zotit xhaleshonu, pastaj ka shkruar mi 70 libra që me shërby besimit e me shërby domethënë njerëzimit. Pra kjo nuk është e natyrshme, mos me pyet njëri vetë se cili është roli jam këto. Nuk është e natyrshme nëse një njeri hyp në anije edhe veç i shijon knatësitë e anijes. Del në anije, shikon pamjen e bukur detit, ushqimet, pijet e anijes, knatësitë të cilat gjenden në anije, mirë po kur njerëz si shkon mendja, e çike anije ka po shkon. A funksion atje ku duhet as, ku s'duhet, ka nisa, ka jam hypa. Ndoshta edhe kur t'ja kujton dikush me thonë, "Ej bre, a thu ka po shkon anija, lebre se u kënaq." Apo kësi njerëz, edhe kur don m'ja kujtua edhe me thonë, "A thu për çka jena këtu, lebre burr, të shijojnë në moment, kënaqem." Kjo pra s'është e natyrshme. Nuk është e natyrshme me hyp një njeri në kombi, me hyp në autobus, edhe është gjendje për gjithçka me bisedu me ato që ka ofër, ndash për sport, ndash për arte, ndash për gjithçka, me ditë gjendjen e secilit, përveç se me interesu ka të shku autobusi. Ana qënë drejtimin ka duheta, ka s'duheta, të synimi jema ka po shkan. Pra, kjo nuk është e natyrshme. Edhe si kish vepru dikush ishto, sigurisht nuk kishë mendu nashta mirë për atë person, ose nuk kish du e çuditshme qysh ky person po vepron kështu. E natyrshme është kur njeri din gati secilën funksionin e secilës gjymtyr. E din për çka është dora, për çka është koma, për çka është syni, për çka zemra, veshka, mushlit, gjitha. Për çka kjo organ i shërben krejt trupit. Koma më shërben krejt trupit, syni më shërben krejt trupit, gjitha organet e gjymtyrt më shërben krejt trupit. Mirë, shumë e natyrshme, shumë saktë. A bën një pyetje, e që këtë trupi krejt, për kujna më shërben, çka është puna e tij? Jo, Allah, për këto s'ti. Qysh për din detajet, për din për diçka pjesën, për çka shërben kjo për këto, për kjo për ato, e krejt trupi për çka është, jo për këto, nuk komendon. Pra, është shumë e natyrshme me lyp njeriu se çka është roli jam, çka është misioni jam këtë botë, edhe shumë e pa natyrshme, shumë jo logjikshme nëse njeriu nuk mendon për këto. Shtrohet pyetja. Atëherë cili është misioni? Cili është roli juaj? Po para se më përgjigj pyetjes, kush atë na kallzon më së miri për misionin tonë? Kush e kallzon nëse dikush ka çuar në mision, kush të kallzon më mirë se sa çaj që ka çuar në mision? A më të kallzuona, a më të kallzuaj që ka çuar, më së miri të kallzon ai. E kush na ka pru neve? Është Allahu xhaleshonu, siç e dimë dhe besojmë, i mbindur këto. Edhe cili është misioni, do t'i përmendëm 3 ajete kuranore, cilat janë me shprehje ndryshme, janë në sure të ndryshme, po pothuajse të gjitha na tregojnë se cili është misioni jonë, vetëm se me fjalë ndryshme. E para, ajetin e surën Al-Baqara, ajeti 30, kur Allah xhaleshonu fillim me krijaja e Ademin alayhis salam, para se me kriju për thot me laçeve, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Por kujto kur Zoti jot i tha me laçeve se unë po krijoj në tokë më këmbës. Po krijoj në tokë më këmbës. E më këmbës çaj bjen? Më këmbës përfaqësues. E përfaqësues në fjalor që qeveris ose administron në emër të dikujt. Kur të cakton një firmë, drejtorit që në përfaqësues të firmës filan venin, a do me thonë që ti ta shko atje bën çka dush, ati do të me përfaqësu firmën. Mendimet e firmës, ato senet çka thot firma, apo ti graj çysh dush. Sigurisht, ose me përkthy me një fjalë se disa mundun kështu, po në atë aspektin me konë me e qartë. Kur caktohet menaxher dikush, menaxheri në supermarketit, a bën ai çka don apo i mbron interesat e pronarit.
Pronori ka caktuar ti menaxhu supermarketin në ato çka është e mirë për supermarketin, edhe në ato çysh kërkon pronori, jo çysh don ai vet. Pra, po caktojmë me këmbs, i bjen që tash mu kush ma ka besu këtë tokë, Zoti kësaj toke edhe ai Zoti jam. E unë çysh do të mos sillen këtë tokë, çfarë do të më bëjnë këtë tokë, ai do të më bëj çysh thot ai cili më ka caktuar. Jo unë më bëj çka do. Po jem dhe sot sa na kalon Zoti të lije. Na kalon fushën e halalit e të lejushme se bën çka dush në disa aspekte. Mirë, po janë disa obligime, janë disa ndalesa të cilat na nuk do të më thonë bëj çka du, po duhet me përfaqësu për ato për cilën kemi orë na në këtë botë. Edhe këtu në këtë ajet, edhe po na kallëzon se kush na çaj, edhe po na kallëzon për çka na çaj. Për kujto kur Zoti jot I tha me laceve, unë po krijoj një më këmbs në tokë. Domethënë krijues është Allah, ai na boni këtu na krijoj, edhe po na kallëzon në rolin se më këmbësia në tokë. Ndërsa ajeti tjetër në surën El-Mulk, Allah xhaleshanu thot: "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah është ai I cili e krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju testoj, t'ju provoj se cili prej juve jeni ma vepërmirë. Pra po na kallëzon, kush na pruni? Allah është ai I cili e krijoi vdekjen dhe jetën. Pra pe Allah xhaleshanu, cili është misioni? Kush po bën vepra më të mira? S'po thot kush po bën shtëpia më të mira, s'po thot kush po bëhet më I famshëm, kush po bëhet më I fortë, kush më I pushtetshëm, kush më I bukur, kush më, po kush po bëhet më vepërmirë. Kështu pyetja na është dikush, pse këto të tjera që I përmend as po bëjnë këtua, me bë pare, me koni bukur, me bë jo, këtu bën krejt në rregull. Po këto do të më menu çashtu çush janë. Këto janë pjesë e jetës, po nuk janë synim I jetës. Sikur buka, pa buk nuk bëhet. Po ka dallim të madh mes atij I cili han për me jetu edhe atij që jeton për me hangër. Atij që qëllim e ka pse jeton veç me hangër me pi edhe më kënaq. E mes atij I cili kënaqet se është pjesë e jetës. Edhe bukuria dhe pasuria dhe këtë po janë pjesë e jetës. Problemi është kur dikush I shndërron synim të jetës, mendon sikur për sa ta ka ardhur. Sikur çaj është misioni, misioni I cili po bëj ka vepra më të mira. Më cilësore. Ndërsa ajeti tjetër që po ashtu na tregon për misionin, po tham veç me fjalë pak më ndryshe, në surën Adh-Dhariyat, ajeti 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Po thot Allah xhaleshanu, nuk I kam krijuar xhenet dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm që të më adhurojnë. Pra, edhe këtu po na tregon kush na ka sjellë këtë botë. Allah nuk I kam krijuar xhenet dhe njerëzit. Cili është roli, misioni që të adhurojmë Allahun xhaleshanu. Po dikush na sa prapë pyet, po a çdo ditën më në xhamia, a veç sejdë më nëjta, a veç për çfarë na pas ka kriju Allahu xhaleshanu? Jo dinin se keni dëgjuar tonë pe xhallarëve që adhurim nuk është veç namaz, po është prej punëve më dashura të Allahut xhaleshanu. Mirë, po adhurim ibadet është çdo punë e mirë që e don Allahu xhaleshanu që kryhet për hir të Allahut xhaleshanu. Adhurim është edhe respektimi I prindërve, ibadet, edhe respektimi I tjetrit, edhe kërkimi I diturisë, edhe puna, edhe drejtësia, edhe mëshira, edhe bamirësia, edhe sa dush punë të mira pa fund. Përderisa I bën për hir të Allahut xhaleshanu. Pra, na ka krijuar që me adhuru Allahun xhaleshanu, disa janë në raport me Allahun që I kryjmë obligimet, disa në raport me njëri tjetrin, disa me veten, disa me familjen, por ky është qëllimi. Po edhe kë mundet me thonë dikush që po bë këta këna ditë më aty. Edhe këtu sene këna ditë. Si jam ardhur me fol diçka që ju se keni ditë. Po dini që para që ti ajeti, Allah xhaleshanu thot: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Për kujto se për kujtimi ju sjell dobi besimtarëve. Bash para që ti ajeti thot për kujto. Do me thonë edhe në ditëshin, për kujton e njëri tjetrit se çaja sjell dobi. Për kujtimi sjell dobi shumëta. Po ku për përmen Allah xhaleshanu, për përmen bashkë ato ku pana kujton qëllimin e krijimit. Sikur, për kujton e njëri tjetrit këshilla ndryshme, ama për njën tekst të veçantë, atë rolin për çka jeni krijuar. Mja kujtu njëri tjetër që
jena kriju për me adhuru Allahun xhaleshonu, për me shku rrugës Allahut xhaleshonu, për me jetu jetën ashtu që çdo ai i cili na ka dhënë jetën. Ashtu na vjen mas miri. Dhe ju e dini të nderuar vëllezër se edhe ky mision për adhurimin Allahut xhaleshonu, këtë mision të cilin na jemi këtë botë, është me afat të caktuar. Me kohë të caktuar dhe kjo kohë e caktuar është sa tim gjash. Allahu xhaleshonu surën Al-Hijr ajetin e 99 po thotë wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Më herët ta nuk i kam kriju xhenet dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë, ndërsa këtu po thotë adhuro Zotin tënd, çatë qëllimin, çatë misionin derisa të vjen vdekja. Pra nuk është misioni një ditë e dy ditë, e një xhumë, një bajram, e një Ramazan, po misioni është sot jam gjallë, më mundu me qëndru në rrugën Allahut xhaleshonu. Mision që thamë edhe më herët edhe më jari kujtu njëri tjetrit. Sikur ka një herë që na ndodh dalëm dikon për një qëllim të caktuar. Po e dalëm qytet për me kryer një punë. Po nashta llaf me njërin, llaf me tjetrin, shpeshherë harron edhe habitesh për më kthy në kohës sa ke pas të shtëpia ose dikon tjetër me shku. Edhe qa, ka nevojë ose ti ose shoku kena nevojë me thonë njëri tjetrit po vanuam. A din për çka na dalin për çka me shku. Çatje. Ku kena me shku. Pra, edhe në këtë aspekt do me thonë, ani pse tonë e dim se misioni jonë është për me adhuru Allahun xhaleshonu, mirë po ju është që kem djallë të majt edhe kem nevojë me rikujtu edhe unë edhe ju edhe secili që sa po jem nivelin e detyrës, sa po jem nivelin e misionit, i cili vesh po i vjen koha të përfundu. Dita, minuti, vesh po vjen koha më dërzu edhe me përfundu misionin. Edhe e keni dëgjuar shpesh prej njerëzve, edhe shpesh e kena thonë edhe na, secili prej neve. Sot na lon. A keni po? Thuin sot na lon. Po, so ka thonë Zoti, qysh ka thonë Zoti, so ka thonë Zoti. Zbohet në ryshe, edhe dërzohen. Po shpesher, që dorëzimin njerëzit ose një pjesë e njerëzve e bojnë vetëm te afati. So ka thonë. So ka thonë se s'po kenë as mundësi me shty as me afruma për para. Mirë po, shpesher disa edhe harrojnë, jo vetë so ka thonë Zoti, po edhe si ka thonë Zoti. Jo so ka thonë këna menet, jo po që e djetë, dash pranën, dash tranën, s'mune në rënd. Po edhe me jetu jetën, jo vetë so ka thonë, po edhe si ka thonë. Edhe qysh ka thonë, me namazë, me sillet mire, me mos i përmeni prapë, se cëllën prej punëve për veprave të mira. Po të dërzuam edhe të koha edhe të forma e misionit. Para se me dalë një ditë kur kena me dalë llogari para Allahut xhaleshonu. Fillim këtë definicion e misionit që ngarkohet me një punë të përkohshme me përgjegjësi. E përkohshme ose kredu, është e përkohshme. Në fund kena me dhënë përgjegjësi. Allahu xhaleshonu po thot surën Al-Mu'minun, ajetin 25. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. A keni llogarit se ju kena kriju kot. Keni llogarit se ju kena kriju kot. E tek ne nuk keni për të kthyer. Do me thonë, sikur nëse menon që s'kena më kthy te Zoti, nëse si shkon kthimi te Zoti, jeta jonë shkon kot. Nëse s'kish pas ringjallje, jeta jonë kish pas kot. Kish shkon kot. Po çka? Po thot, a keni llogarit se ju kena kriju kot e te na s'keni për të kthyer? Fata'ala Allahu malikul haq. I lartësuar qoftë Allahu mbreti i vërtet. Çka i lartësuar qoftë Allahu mbreti? I lartësuar qoftë Allahu me bë diçka kot. Po unë me thonë ty, qa bone kështu këtu, qka për duk në one? Une, që me hendur si jam me bo sene kuti, une i menej sene, të analizej para se me bo, dhe pse njerëzi jem ka njerë këtë flasë me këtë veprujme. Po Zoti i madhin që të dishëm i unë, a që llogarit dikosh, vesh kje jetë, a keni llogarit se, dhe me thonë, ju kena kriju këtë, e ju të nekës keni për të kthyer, i lartësuar qoftë Allah mbreti i vërtet, pra nuk mundet më ndodhë tja më na kriju Allah xhaleshonu këtë, mos me pas sëlem, mos me pas tim të Allah xhaleshonu. Kur njeriu nuk e di misionin e tij, nuk e jetë
jeta e tij nuk ka kuptim. E njeri jeton në huti sepse pa qëllim. Shkon djathtë, shkon të mojt, shkon s'din, as pse. Mos kofshëm të kurën aty në njerëzve. Që jo në ditë, po jeton një jetë, pa ditë as ka erdhë, as pse erdhë, as ka me shku. Këtu e kisha përmend një poezi që e përshkruan një poet libanez-amerikan, Ilia bin Madhi, e përshkruan gjendjen e vet edhe gjendjen e këtyre njerëzve që sa është qesharake çuçi thotë, çfarë është edhe tragjike edhe çfarë është e dhimbshme për ata njerëz. Thot gjetu la adri min ayna walakinni ataitu. Kum ardh, nuk e di ka kam ardh, mirë po kam ardh. Këtë botë. Walaqad absartu qudami tariqan famashaytu. E kom po rrugën para meje edhe kum ec. Fa asabqa sa'iran in shaytu hadha am abaytu. Edhe kam me vazhdu që shtu me ec rrugën, do të thonë imri kam me shku deshta apo nuk deshta. Kejfe gjetu, si kam ardh, kejfe absartu tariqin, si e kam po rrugën, lestu edri, nuk e di. Limadha lestu edri, edhe pse nuk e di, nuk. Peshe kom po rrugën, qështu e marrë, qështu po shkoj, as po di pse erdha, as ka jem të shku, as pse po shkoj. Me po një njeri qështu, dvet, ku jam bre qita, po ku po dëm rëbuar me shku? Vallaj se di as ka erdha, as ka po du me shku, as ku jam, as kur të zateshti në dikan tjetër, që ta është dhimit, kur të zateshtu, po më romë, mo taku me njëri të hop, zdeka as ka është, as ka i gjënohet, i kishu pulla. Për shka që i kishu pulla që si udhë fizike? Dikush, që shtot zotin e rrujt e ka jetën. Pse, ka pos mundësi ku me gjetë hartën e ku me gjetë katalogën e GPS-in e kretë, po, që po dijune, është të në vetja ja. Mirë po, elhamdulillah që na e kemë gjetëm në rrugën edhe Allah Gjeleshanu na ka të regu, një njëri që den në rrugë, pa qëllim, a njëri kush do që të thijet mundet me shku. Apo vjen që sa edhe po vibolla, e të zatet jetin, apo vjen se po shkoj një koncert atje, ma bën Allah ti se po shkoj me këto, njësët ma tjetin, zateti treti, shkoj me tri, se nuk ka najtë qëllim, nuk ka najtë ca. Njëri që se ka synimin që ata tani e sheh, sa në djallë, sa të shmojt, sa në punë të lifare, për arsye se nuk e ka një diçka që joja, ka dole se që kjo vjen deshme me synimin tem ku, për kune jam nisë. Keni po dhe vetë, shpesher, nështë ta, shola s'vindu edhe juve si mund, po besej nështë ta që kje farë si s'mujë në 4 tonë dhe ka pak. Qysh dina me hup shpesher kuhen në rrjete sociale. Kur e hupu mas shumë ti? Kur hina veç hajt këshyri. Kur hin me lyp diçka, valla po mbyn një temë, po mlyp diçka e gjonë, nështë edhe pak habitesh këshyri edhe diçka tjetër, po prap, ka dole se po vanova për temën cilën jam hin. Kur hin veç të këshyri, diçka kur vën zbot. Herë këshyri dikon në Kinë, herë këtë në Brazil, herë këtë në Kosovë, herë diçka që shtin me kesh, herë diçka që agjendet tjetër kuj moj, i veç ka qënë dole. Kurse ka njeri të cakun, e jo veç për disa orë në internet, po tam prap, dikush zotin arrujt e ka një jetë të tillë. Imagjinoni dallimin mes atij personi i cili mendon se kemi vetëm një jetë edhe nuk kemi mision, dhe mes atij që mendon që kemi mision. Ai që mendon që vetëm një jetë e kemi, pishojnë të njerëz, sa po shkojnë për plesnije, veç pishtojnë vepra të kësia. Ndërsa disa sa po shkojnë për plesnije, veç pishtojnë të mirat ma shumë. Dyve plesnija, kjo jep efektin, po efektin ndryshëm. Pse? Pse njoni po mendon që veç një jetë kem, shkoj kjo jetë me mujt edhe diçka. Me mujt edhe pak më plaq. Plaqësie, sa në qysh, a i për mendon. A i tjetër për tëtë, vallaj shkoj kjo jetë, zdi sa kryva misionin edhe dhe dita ku me ditë son kanë metë, musha dhe najse vokë se ka me dorë para sot. Dyve do me thonë afrimi pleqnis, po njonit për jep kret diçka tjetër, diçka tjetër, për arsye se njoni për të kemi veç një jetë, graj sa të munesh. Çka të munesh, sa të vjen dorë. Tjetër për të kem një jetë këtu,
për me fitu ato të përhershme, po mënuhet sa të mundet mirë ma mirë. Pra tani këtu bëhet dallimi si mes ditës edhe natës. Përmes me zot ma shumë, për më mundu me përmbledh to çka veç e tham ose çka kanë synimet e kësaj teme, 3 sugjerimet vogla. E para, ta falenderojmë Allahun dhe lëshonën fort që e dim misionin për çka jemi këtu po. Që e dim qëllimin, synimin për çka ke marrë. Nga kush ke marrë, për çka ke marrë, ka ke më shumë. Që nuk jetojmë të hutuar. Po e dim. Ani pse ka një herë, edhe pse për dim për agrohen pak gjata shmojta se jem njerës. Po prapë se prapë, kur e din qëllimin, herë do kur njeri kthehet jo më se do të më kthy te udha. Kur e nis për me shku për Shqipni, edhe nuk habet çka pak udhës në nalsh do pushime më të zota se sa që u dosh. Prapë se prapë tu, du më vanun edhe synimin, kur zbohet van për kur gjë skit cak, nisësh e kthehesh e çka bën, po kur van zbohet. E para të falenderojmë Allahun dhe lëshonën fort që na ka bërë prej atyre të cilët e dim nga ke marrë, pse ke marrë dhe ka ke më shku. E dyta, të punojmë maksimalisht mos i pedim që të kryjmë misionin sa më mirë. Jo veç me synu vallaj te dera e xhenetit aty, jo me çfarë te dera e xhenetit, natë më natë. Arsyeja është se në këtë botë s'po kem çef ashtu veç te dera. Këtë botën e përkohshme po kem çef mirë më mirë. S'po thojna kryesore me hongër edhe me pi, po jo vallaj edhe pak një fal luksi edhe pak një mani edhe para ahiret të menojna. Edhe mirë më mirë. Po edhe arsyeja tjetër është se zakonisht për shkollës e dim to se cili kur njeri u çum për me marrë një dysh, ka mujt me ndodh as dyshin se ka marrë. Ka menu që ka mësu për dysh, po çum pa veç të marrë një kaluse, kur u çum e ka po që as për dysh ka ditë edhe ja ka qit nesh, edhe ka ngrit. A kush u çum me marrë 5, edhe mëse pas marrë 5, ashta ka marrë një 4 e një 3, po 5 që ka menu përgatit me ahu çast me marrë nesh, për diçka që vështirë si mundohet. Nashta ndodh me herë, po vështirë si mundohet. Njeri kur të ka synime me hinë xhenet mirë më mirë, më konë sa ma nivel detyres, edhe më smujt atje në firdevsin më të mirën, are, dikon ka mesi xhenetit apet, a me thonë veç të dera, o rrezik me meti jashtë dera. Kjo e dyta, pra, falenderim dhe Allahut që na ka mundësu me njoft misionin, të punojmë maksimalisht për misionin cilën jem, edhe e treta, dikan që e shumë të sill udhëve, që ka hupu udha në bërë, që ngrati nuk përdem pse ka orë, edhe do mi përëndu djeli ymë në ti, pa e ditë pse ka orë dhe kush e ka pru, e ka me shku me ka për dore, mu mundu me animu, që me gjithë të rrugë, nëse do. Na mu mundu me do në di, së do, se cile ka, përgjësin e vetë, dhe për fund nuk më nejtet a zot tjetër vetëm se të falenderojmë Allahun që lëshonu, pastaj t'ju falenderoj edhe juve për mirëdëgjimin edhe durimin. Allah e shpërblet me xhenet, Allah që lëshonu nga bashkurt, bashkët xhenetit, mirat e Allah që lëshonu në të botë.